Besik, përshëndetje, mirë se vjen në këtë bisedë. Mirë që u gjeta, faleminderit për ftesën. Çfarë do të thotë ky sukses I fundit për ju me Pogradecin në volejboll, pas gjithë atij kontributi sigurisht edhe në volejbollin shkodran po shqiptar përgjithësi? Kjo do të thonë që volejbolli shqiptar është në rrugën e drejtë. Është një klub tjetër në juglindjen e Shqipërisë që po bën një histori të volejbollit. Është një shembull shumë pozitiv për tanë vajzat dhe djemtë të ri të volejbollit shqiptar. Cili ka qenë Chelsea I suksesi, I konsideroni ju? Chelsea suksesit është një grup njerëzish, nuk është një gjë që bëhet vetëm me trajnerë, kjo fillohet prej bashkisë, kryetarit bashkisë, drejtori qenës multifunksionale, shefit klubit, gjithë punojësve të pallatit sportit, tanë tifozllëkut të Pogradecit, vajzave të ekipit, tanë joni, cilësi kësaj është me punu në grup, skuadra fiton, nuk fiton individi, as nuk hub kur, por skuadra fiton gjithmonë. Çfarë e bëri më të veçantë suksesin, më të bukur, po themi, këtë shpallje kampion të Pogradecit? Ishte I pritshëm që në fillim kishit besuar që në fillim apo sezoni ishte I vështirë dhe nuk kishit rival ndoshta kryesor? Sezoni ka qenë shumë I vështirë, megjithatë qysh fillim kur kena gërmullu skuadrën, është gërmullu një skuadër për me kenë konkurrencë kryesore të titullit. Fakti është që ne kena marrë në 5 kompeticionet, kena marrë pjesë në finale, është tërgus I fort I ekipit Pogradecit. Pra qysh fillim ky ekip është ndërtu për me fitu, është I fitohet e kallëzon fusha, faktikisht, por që jena përgatit për këtë punë. Besik sa rëndësi ka mbështetja morale edhe vajtonës, bashkëshortes tuaj në fakt, në këtë sukses, se flasim për një vit të suksesshëm. Ka shumë rëndësi, sidomos familja eme, të fillu për I bonës këto dhe fëmijët mi, sa është një pasion që kam, edhe këta më kanë menjanu komplet për I tana detyrat e familjes, është një punë që dënë shumë dedikim, është një punë që dënë paradite mas dite, edhe jam shumë njës të bonës, edhe fëmijët mi gjithashtu që janë në Amerikë, edhe kujdesen për punë të biznesit që kena atje. Çfarë planesh keni me ekipin? Planet që kena ma fështirë është për me e fitu për herë dytë, unë jam prap, kam firmos kontatën me ekipin e Pogradecit, dhe shpresojmë që ta përsërisim. Nuk është e lehtë, është shumë e vështirë, është edhe një vit tjetër I vështirë, sepse është prej ditës parë deri ditës fundit, është stres, lodhje fizike, lodhje menore, megjithatë jena shumë të kënaqur për rezultatet që kena bashkë, presojmë që ta përsërisim prapë. Besik ne gëzohemi kur figurat e spikatura të sportit shkodran arrin suksese me skuadra të tjera, por ndoshta për fund do doja t'ju merrja një opinion në lidhje me gjendjen e volejbollit shkodran, se si e shikojnë sot gjendjen e këtij sporti në Shkodër. Unë thasha më parë suksesi I Pogradecit është një grup njerëzish, nuk është që një sukses të arrihet vetëm me disa persona, kjo fillon prej në maje, edhe në qoftë se bashkia e ka në seriozisht për me ndërtu një ekip kompetitiv që me fitu, duhet në radhë parë janë pagesat një lojtarët mos mu lanë me ikë prej Shkodër, mu pagu ma mirë, dhe me pas një tarme në Shkodër. Por për sa I përket trajnerë, na kena trajnerë jashtëzakonisht mirë në Shkodër. Është për mendimin tim është tonë çështje organizimit edhe çështje paresh. Sepse sportistat kanë një periudhë që munden me dhanë, bëhet 15 vjet, 20 vjet, edhe aja është biznesi tyne personalit, sepse e vend vetin për të. Është një punë shumë e vështirë për sportistat, janë këtë veçantë. Në krahasim me pjesën tjetër popullatës. Mendoj që këta sportistat duhet me marrë një farë benefitit gjatë karrierës tyne. Jaftë shumë lojtarë edhe të shite ekipi vllaznis paktën të meshkujt
me Qafarenin, me Juknin, me Rashketën që kanë kontribu Tafaj, kanë kontribu 20 vjetë. Edhe benefiti ka qenë jashtëzakonisht i vogël. Mendoj që duhet me kontribuj që je ma tepër nga ana monetare të këta sportista, se pasioni që ndje i farë piket, atëherë janë ashtu edhe çështja monetare këtyre sportistave. A e keni menduar ndonjëherë një rikthim tuaj? Ne në të rikthim të ankohen, kjo është një ide që e kena kriju në Pogradec, por si ta thash përpara, Vllaznia nuk vun për trajner, Vllaznia ka trajnerë të shkëlqyshëm. Këtu është tonë çështje organizimi, po patjetër që do të thëna shkollë se këto kena këtu kjo është qyteti jonë. Një sukses i bukur i Besnikut, apo jo? E keni përjetuar, besoj, këtë sukses, që vërtet ishte i rëndësishëm për një ekip si Pogradeci. Në fakt, që kur jena kthy në Shqipni, edhe në Shkodër, kena pas dëshirë me kriju diçka të tillë, por kjo ka ardhur me shkallë. Në fillim kena kanë të ndihmu nga pak të Vllaznia, mandej në Besniku besa është ka ndaj ma gjatë, tu bas stërvitje me shokët e vetë edhe me ekipet ndryshme, derisa ka marrë një ekip në veti. Dhe me thonë, çdo gjë është ka kanë për me punu sidomos me vajzat, sepse edhe fëmijët tonë kanë lujtë edhe na kena pas vajzën aty besa aty ka fillu me bas stërvitje për para dhe unë kam kanë trajnere, por me kalimin e viteve, sepse është një diçka e re ky lloj sistemi që jena të pruni, jo pse nuk din të tjerët, por veç Shqipnia midis atyne fazave të ndryshme që ka kalu që nga 90-ta, është njësoj si gjithkund tjetër. Do të thonë, ne do të kthehena mrapa te puna intensive, do të kthehena tek vlerësimi i lojtarëve sikur duhet. Do të thonë, ato hallkat duhet mu lill, sepse janë të shkapërdame. Okay? Edhe kështu atëherë ti fillon edhe arrin, njëherë në Shkodër kena ba provë, mandej në Korçë fije ma mirë, tash në Pogradec edhe ma mirë, sepse edhe ato njerëz që fliqin me ne, e kuptoshin se qa dona ma mirë. E kuptoshin, do me thanë, projektin toni fije ma mirë. Vajkon, çfarë ka të ngjashme, por edhe të ndryshme Pogradeci nga Shkodra? Jo vetëm si qytet, po edhe si ambient, si klimë. Si klima është shumë mirë, njësoj si Shkodra, por për ne, është gjithmonë e para Shkodra, na shkojmë aty, kena shku për këtë projekt, për volejbolin, jo për diçka tjetër. Ne jena shumë me fat atje, se kena gjetë një mbështetje të madhe për gjithve, prej qytetarëve, prej bashkisë, prej miqve, do me thanë, jena gjetë shumë mirë dhe e vlerësojnë shumë punën që ban besa. Edhe bashkëpunimin tem ma tepër emocional, mbështetjen emocionale. Edhe një gjë, deshta me që e bani këtë pyetje, e thash edhe përpara cili janë ndryshimi për Shkodrës e Pogradecit, është sepse është një qytet i vogël, është një qytet që e don volejbollin, Shkodra ka shumë disiplina. Si ta thash përpara këtu është çështje paresh edhe organizimit. Edhe fillon prej kryetarit të bashkisë, sepse paret vinë prej bashkisë, edhe prej disa sponsorëve të asaj. Në qofë se këta shkohet prej maje, deri të punëtori i fundit. Në qofë se janë tanë një vizë, më thonë suksesi është i arritshëm. Përndryshe ka probleme. Ju jeni zhvendosur në Pogradec gjatë kësaj periudhe, apo? Ja, kena menër të dëvo besa ma tepër, unë i fije ma tepër ka majtë lidhjen, por besa duhet më ndaj aty. Ashtë numër njëshja është vajzat të shohin se si funksionon trajneri, që me funksionu edhe ata. Dhe më thonë, i krijon një farë përgjegjësijet, se sportja përgjegjësi, ti nuk mundesh me shku në për ditëlindje, nuk mundesh me shku në për festa, kur ke stërvitje. Ne e dina këtë se e kena përjetu vetë, dhe më thonë, e para është stërvitja. Sepse ti ke një përgjegjësi që ta zhdhan nga klubi, nga qyteti, ma në shumë gjana përsipër. Nuk është thjesht diçka një javore, 2 javore. Sa i ke shijuar ato momentet e fitoreve, po themi, të skuadrës së Pogradecit? Me thënë drejtën, ka kanë një kënaqësi e jashtëzakonshme, edhe deri sekondën e fundit nuk e kena ditë. Prandaj aja ka majtë edhe ma tepër, por unë jam e kënaqur që kam kanë gjendje me kanë
afër me Besnikun, po një fije më larg me e pa gjendjen emocionale të ekipit dhe me diskutu me të mshët që tankohen, sepse voleybolli është një sport shumë emocional. Edhe sikur u pa dy neshje, ne ishim e ke pas një humje, e pastaj hupen dy neshje vajzat sepse presioni psikologjik kur vjen puna me një ca më tepër shkalla të bëhet më i nal. Edhe duhet me arrit për me i çliru vajzat, sikur u çliruna dhe lujtën e prap dy neshjet e fundit. Edhe, dhe më thanë, edhe ato si ekip bomi parë në fillim edhe në fund kampionatit, kanë pas një rritje, tankohen. Më thanë, kja është edhe detyra e trajnerit që me rrit, më ardhë ekipit të rrit gjithë kohën, që pastaj në pikën kulminante me kënë gjendje me dhanë më të mirën. Momenti më i bukur i sezonit sigurisht mund të mendohet se cili ka qenë shpallja dhe kurorësimi me sukses i tij, por një moment i vështirë ndoshta që e keni përjetuar gjatë këtij sezoni të dy? Momenti i vështirë është për shembull humja ose vramja e një lojtare, se më thanë ka gjithmonë disa gjëra që publiku nuk i shef, që nollin një ekip. Për shembull një vajzë u vra me keme e zëvendësu gja e madhe, ishte një ndër dy lojtarët kryesore dhe të merr një përgjegjësi të madhe për me, sepse aty s'ke shumë shanse, aty një lojë është. Vjen në fund për shembull, çdo gjë u vendos në lojën e fundit. Kështu që jemi drejt fundit të kësaj bisede, ama ndoshta po konsumoj 2-3 pyetjet e fundit. Sa shpesh Balbon e ke kontaktin me pallatin e sportit në Shkodër, duke qenë se jeton më shumë ditë në Shkodër, apo gjithkohen, sa herë që ka mundësi, as bëhet fjalë, aja është. Çfarë shikon më tepër? Më shikoj voleybollin, as diskutohet, djemve dhe të vajzave, po dhe basketbollin më pëlqen. Për shembull, i tashti unë kam nipin tem që ka ardhur nga Amerika dhe është pjesë e ekipit basketbollit që sapo marrunen. Ai ka ardhur, është një djalë 16 vjeçar për me ba një vit në Shqipëni, me ba shkollën dhe me ba dhe sportin. Kështu që kam kanë edhe për atë, po i njeki edhe në stadium shkoj, me Besën shkojmë herë mas herët. Më thanë për ne vllaznia e Shkodra janë shumë të rëndësishme. Flet shqip? Po, patjetër. I pëlqen Shqipëria, Shkodra? I pëlqen, po ai është lind në Amerikë, atë, por vjen me kënaqësi. Edhe angazhohet. Patjetër. Ndërkohë, si shikoni këtë rikthim tuaj në Shkodër? Kjo është një pyetje për të dy në fakt. Megjithse jeta juaj vazhdon përsëritjes së Amerikës dhe Shqipërisë, po ndoshta ditët në Shkodër kanë ndikimin e tyre dhe efektin e tyre apo si përjetoni këtë ditë? Shkodra është shtëpia jonë. Do të thonë, ne këtu kena miqt, familjen, këtu është gjitha kujtimet që kena këtu, lidhje shpirtënore me Shirokën, me Velipojen, me Shkodrën, me njerëzit që takojmë rrugës, do të thonë, nuk është një diçka, me kena nuk ishim marrë në Shqipëni, po mos kishte kënë Shkodra, me thonë drejten. Ne vim në Shkodër, pastaj, kja është një pasion tjetër që na e njekim, se është një gjë pozitive, na dona me ba diçka konstruktive në vendin tonë, për një kena ardhë. Gjanat vogla, nuk po tham gjanat mlaja, por gjanat e vogla diftojnë mënyrën, diftojnë se si arrihen gjanat, sepse gjanat e mlaja nuk fillojnë të mlaja. Ti fillon të vogël, që me shku të mlaja. Edhe sporti cilësor, se sporti masiv është për shnetin, kurse sporti cilësor ndryshe, ti do të fillosh nga grupet e vogla edhe me staf të kualifikuar. Kështu që ka një farë ndryshime, se prapë gjithmonë të sporti përfundojmë. Dhe ndoshta do doja ta mbyllja me një mesazh. Duke qenë se jemi në epokën e rrjeteve sociale, të teknologjisë, ndoshta një thirrje për gjithë të rinjt që të kujdesen më shumë për disa hapësira që po i mendojmë si të kaluara, që është aktiviteti fizik dhe që është shumë i rëndësishëm, por jo domosdoshmërisht të bëhemi gjithë sportistë, por ndoshta aktiviteti sportiv dhe në Shkodër ka goxha hapësira, besoj, për të angazhuar me disiplina të ndryshme, apo jo një thirrje? Një thirrje është Shkodra është një qytet shumë sportdash. Normalisht ka shumë talenta Shkodra, por masivizimi është gjë e më e rëndësishme, ashtu si thatë edhe ju, sepse shumë të rinj të reja janë të kaluar nëpër rrjetet sociale, tunoj me celular të ankohen, gjithashtu edhe për ne, a bën një vesh i jashtëzakonshëm. Mënyra për mi hek këta është mi aktivizu sa më shumë nëpër sporte, nuk bëhet fjalë, pavarësisht a bajnë apo nuk e bajnë,
Por duhet organizime prej sipër, që thash parë, duhet infrastruktura vendes ku më të bëjnë shërbime edhe shumë llojshmëri sportesh, edhe të kualifikuar edhe të pa kualifikuar. Që sa arrihet sepse është edhe më mirë për qytetin dhe për shtetin e këtyre të rive të reve. Edhe prindësh që këta tanë të fëmijë varen të prindët e tyre, e di se ka një kost të kjo punë, por është shumë më mirë harxuar e parë që këta fëmijë më shku e më marrë në aktivitete sportive në për grupe, se pësojnë edhe një farë disiplinë edhe si punohet në grupë, se sa me në për divana me celular. Dhe të kishte kanë gjatë madhe një aktivizim sa më i madh i këtyre të rive. A vazhdon ndoshta diçka për të shtuar në këtë përfundim? Po, dhe unë në fakt kisha me thonë diçka. Jam krejt dakord me këta që tha Bejsa, por ne duhet me kuptu që fëmijëve qysh mosha të reja duhet me i dhanë shembull që mi frymëzu. Unë i shif që atjen po Gradec për shembull, më jepshin një emocion të jashtëzakonshëm ato fëmijët e vegjël 5 deri në 10 vjeç që ngashin vrap mas topave të voleybollit e sytë e tyre shkëlqeshin sepse shifshin nivel. Do të thonë pallati i sportit mosh nuk kishte një vend bosh. E tanë këta njerëz ishin kaq të gëzuar sa ashe pa mujtën mos mu transmetu kja dhe mos me pru diçka më të mirë. Do të thonë këto gjëra, emocionet që krijohen qysh të vegjël e që fëmijët i shohin, kanë të bajnë shumë. Doja në fakt ju bëja shumë pyetje, qoftë edhe mbi jo vetëm volejbollin që frymon tek ju të dy, por mbi nisjen e karrierës dhe shumë të tjera, por kjo le të mbetet një intervistë të radhës. Kësaj here ishte absolutisht suksesi me Gradecin në Fokus kryesor. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve.